Një operacion i ndërmarrë në Tiranë çoi në arrestimin e 3 personave për akuzën e trafikut të armëve. Grupi kriminal i përbërë nga Artur Brahimaj, Ilir Zyberi dhe Artur Rushiti dyshohet se kryente veprimtarinë kriminale prej disa kohësh. Armët e sekuestruara dyshohet se i kanë sjellë nga Fieri dhe do t'ju shiteshin grupeve kriminale, kryesisht në zonën Tufin dhe Fresk, ku vetëm një armë shitej rreth 700 deri në 300 euro. Të tre të arrestuarit janë emra të njohur në botën e krimit me precedent penal, të dënuar më herët për vrasje, plagosje dhe drogë. Mes të arrestuarve pikas emri Ilir Zyberit, vëllai i Fatmir Avdillarit, i cili u aksidentua për vdekje në bulevardin Migjeni në 2021-shin. I arrestuar sot për trafik armësh, Zyberi bashkë me vëllezërit e tij, Nazmi dhe Fatmir Avdillari, ishin antar të bandës famkeqe të Ysberishtit. Artur Brahimaj rezulton i arrestuar në vitin 2022 për trafik droge, kryesisht në rrugën 5 Maj, në zonën e quajtur Xhamliku dhe në zonën e Selvis në Tiranë. Ndërkohë Artur Rushiti ka qenë më herët i dënuar për plagosje me dashje.